Dhe jemi këthy të dashur miq në pjesën e dytë të emisionit. Unë disa herë i paralajmërova mysafirët e pjesës së dytë edhe thash që do të japim një vëmendje të madhe ditës dhe javës infermierisë, rolit, siç e thash edhe më herët, të shejt, heronjeve të heshtur, shpesh jo të vlerësuar sa duhet, duke punuar me sfida të shumta, por gjithmonë duke plotësuar misionin e tyre për të qenë aty për pacientët, për njerëzit, për gjithë ata që ka nevojë dhe jo vetëm për të mbuluar dhe për të qenë afër dhe kraj gjatë i mjekëve. Dhe patjetër që kjo ishte tek pjesa e infermierisë klinike dhe nëse flasim edhe për infermierinë akademike, njëkohësisht ka një rol po aq të shejtë dhe një mision po aq të madh për të përfaqësuar dhe për të dërguar në drejt rrugës së suksesit të gjitha ata vajza të reja, djemë të ri, të cilët dëshirojnë të studiojnë infermierin. E thashë në këtë pjesë bashku me profesoresh, doktoresh Natyra Karaoda Gjurgjoala dhe me Hanife Hoxha, trajnere profesionale dhe një infermiere që ka kontribuar më shumë se gjysmen e jetës së saj deri tash sa është pensionuar dhe vazhdon të kontribuojë edhe përmes këtij emisioni edukativ. Do të flasim për infermierin ndër vite dhe do të flasim patjetër edhe për rolin e infermierisë në Kosovë edhe gjendjen e tyre. Mirë se erdhe, të faleminderit shumë që jeni me neve. Se ju gjetëm. Shumë kënaqësi me ju pas në studio, profesoresh, faleminderit shumë edhe prej teje. Unë thash që do të flasim për një prej roleve më të shejta të infermierisë. Dhe ju keni kontribuar shumë në këtë drejtim. Në të vërtetë, na sigurisht respektojmë atë që 12 maj është një datë shumë interesante dhe shumë vlefshme për opinionin, me pasë shumë kritika po mendoj po na bojnë se sistemi shëndetësor po vunë prej smundjeve të ndryshme, po megjithatë duhemi me qenë pak më real dhe me provu me ngritë cilësinë e punës që bëjnë infermierët çdo ditë në punën e tyre, duke shpresuar se opinioni do të reagon ashtu që kemi me pas tash një numër të madh të studentëve të cilët për herë të parë në të vërtetë kanë ardhur deri te një të themi shumë të rëndësishëm se për herë të parë në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, janë akreditu disa programe të sistemit 3 vjeçar bachelor në infermieri dhe pastaj sigurisht me numrin e rritur të tyre janë identifiku edhe personat të cilët vërtet punojnë për infermieri dhe nuk kursejnë asgjë në saj të kësaj praktikisht tash veç mundemi edhe ofrojmë këto studime bazike, universitare, domethënë të cilat kanë mungu, për arsye se pas luftës na kemi pas një numër jashtëzakonisht të madh të infermierëve, po të cilët kanë qenë rezultati i edukimit të tyre sekondar ose shkolla e mesme e mjekësisë me domethënë drejtime të ndryshme, të cilat krejt së bashku kur i tu bëni e fitoni praktikisht atë që ka sot kemi në zhvillimin e infermierisë. Ishte kënaqësi, po ka qenë edhe sfidë shumë e rëndësishme se është dashur mas pari me shpërthy barierën ose pengesën që stafi mjekësor tradicionalisht e ka pas shumë jo të mirë në të vërtetë, edhe me të drejtë janë ofendu pa dashtas ndoshta, vetëm se
unë kam pas rastin me u përgjigj në pyetjet e shumta që të tëne të cilët praktikisht nuk e kishin kuptu, thëshin gjenerata e parë, ta çka bëhemi na kur diplomojmë. Ju thash bëheni infermier të diplomuar me diplomë universitare. Atë nuk e keni pas deri sot, edhe ajo është një arritje shumë e madhe, me të vërtet. Sepse në sistemin shëndetësor, 80% të ofertave për shëndetin në çfarëdo institucioni i takon infermierëve. Ata punojnë 80%, ndërsa 20% kanë mbështetjen e stafit mjekësor. Dhe fakti se kemi mbri me ja akreditu programet me pas studime bachelor pra të infermierisë në Kolegjin Hajmerer gjithsesi, po kemi pas, ka pas edhe, dhe më thonë, atë të interesuar për vazhdimin e edukimit që na ka mungu për arsye se dash me propozu, me përpunu një nështë plan, projekt? Jo, ndonjë plan të zhvillimit të sistemit të akreditimit që e bën, dhe më thonë, institucioni i akreditimit dhe me mundësu që studentët të cilët janë të interesuar regjistrojnë fakultetin infermierisë. Ma vonë edhe Universiteti i Prishtinës, dhe më thonë, ka përkrah të akreditu programin e infermierisë prej UP-s, nëse më pyetni cili është dallimi, dallimi është në shpërblimin për punën e rëndë që e marrin, e që ju mundsojmë të kenë edhe diploma të universitetit. Dhe ajo një ardhme sigur, për para se dalim edhe tek ajo pjesë profesorish, unë me shumë me emocione pranova dhe faktin që të flasim për dy gra që kanë kontribuar shumë në këtë mision. Zonja Anife, e cila tashmë është pensionuar, 25 vite nëse nuk gaboj, keni kontribuar në atë mantilin e bardhë të shejt pranë shumë njerëzve para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Goxha punë e gjatë, emocion i veçantë, duke qenë se ke qenë edhe nonë, edhe bashkëshorte, edhe, po prapë se prapë s'ke hek dorë asnjëherë prej infermierisë. Tregona pak për edhe bëma dhe krahasimin, sepse ndryshe ka qenë roli i infermierisë para luftës, ndryshe e dim kushtet gjatë luftës, u përmirësuan pak mbas luftës pastaj. Unë tash me fol për përvojën 25 vjeçare është do të kohë gjatë, po një përmbledhje të vogël. Në fillim, kur jam punësu, kam punu në urgjencë, 2 vjetë. Do të thotë, edhe aty kemi dhënë një kontribut shumë të madhë. Përveç rasteve, aksidenteve tjera, na kemi shku edhe në për shtëpia, i kemi vizitu pacientat të cilët nuk kanë mujtë me arritë, do të thotë me ardhë për shkak gjendjes shëndetësore në institucion. Ka qenë një kënaqësi shumë e madhe me ju ndihmu njerëzve, me të vërtetë. Edhe para luftës na kemi qenë, ndoshta me të vërtetë me shkollim të mesëm kanë qenë gjeneratat, po ka qenë bashkëpunimi shumë i madh mjek infermier. Ajo hallka si një familje kemi qenë. Pandashme. E pandashme. Mandej kom shku në Shkupe, kom kry një farë trajnimi për EEG. 22 vjetë kom punu në EEG. Deri në luftë. Pacientat na kanë respektu tepër. Se e kanë pa që me të vërtet na kontributin që e japim me zemër. Jo vetëm me thonë që po punoj, me këqyr orarin e punës edhe hajtë të shkojnë në shtëpi. Kanë ndodhë ndonjëherë fëmijët kanë prit, po në den 4, den 5, ndonjëherë edhe den 6 që jam këthy në shtëpi. Se ke lënë pacientin në gjysmë. Se udhtojshin, prej krejt Kosovës në atë kohë, ka pas veç Prishtina edhe Prizreni.
Pastaj, prej këtyre viteve, erë periuda luftës? Po, erë periuda luftës, por na edhe gjatë luftës kemi dhënë kontributin tonë shumë të madhë. Do thot infermjeria para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës, me të vërtet ka dhënë një kontribut shumë të madhë, edhe ka pas një vullnet tepër të madhë me ju ndihmu pacientave, sidomos gjatë luftës, për në gjdo kohë, natën, ditën, s'kemi këqyr as orar, as orë, as kur do që kanë pas nevoj. Shumë kësha dashtë të zonja Hanife mundal të kjo pjesa e luftës, sepse është e ndjeshme, është emocionale, edhe pavarësisht që jemi gjenerat ma e re, na prek rëfimi, të kujtohet, ndoshta ndo një rast i kohës. Kemi shumë raste edhe shpesher me kolegët, kur kemi pauza, thojmë, nuk do të flasim kur ma për kohën e luftës. Po sa herë të bohemi, spontanisht vjen biseda edhe gjithmonë fillojmë me folë për kohën e luftës, që ju kemi ndihmu njerëzve, do të thotë, kanë qenë në atë kohë, na as nuk e dishim çka po ndodh në për fshatna të ndryshme. Vishin pacientat, u duke tinës me shku në për shtëpia, kemi pas shku me një doktoresh e syve, ka qenë ajo që punoj në spital, unë edhe ajo shkojshëm kudo që njishëm që janë ose të maltretuar prej pushtetit, ose që janë të lëndum, kanë plagë, pra pa e ditë askush, po edhe konfidenca ka qenë shumë e madhe, me të vërtet. Do të thotë, kur policia shpesher i ka thirë njerëzit me pyet që kush po ju ndihmon, kur nuk kanë tregu, do të thotë, pacientat, sepse kanë qenë me të vërtet shumë të mirë njës. Mandej, gjatë luftës na kemi shku edhe natën, kur ndodhi, se unë jetoj në Prizren edhe në Landovic, mandej, patën hynë forcat sërbe dhe patën arë disa familje. Na i kemi majtë shumë familje edhe din, do të thotë të gjithë Prizrenasit se kemi lëshu shtëpia, i kemi majtë familjet, ju kemi nejtë gati. Po në Kojshi patën arë një familje që i këshin lanë disa fëmi s'kanë mujtë me i marë. Po ka pas edhe të plagosun. Po në mesin e atyne që atë kohë i qujshëm refugjat, gabim, ata kanë qenë njerë që kanë ikë prej trojeve të veta edhe kanë ardhë, do të thotë, me ustrehu diku për me i shpëtu familjet. Në mesin e tyne ka qenë edhe një mjek, ortoped, bashkë me atë mjeku na shkojshëm natën, i mjekojshëm, kur dojshin ata me qajt, javë më shelëshëm gojën. Mos më njëse në tonë kohën, forcat sërbe kalojshin anë, edhe kemi qenë si familje në Shënjestër, e kanë përcjell gjithmonë, shpesh herë edhe na kanë bastis, e kanë këty murët, do të thotë, si kur ninjat, veç u mushke o borri. Kemi pas edhe shumë djemë, 3 familje e madhe kemi qenë, edhe ju kanë vëzhgu në stop. Në tonë kohën kemi qenë në vëzhgim, sepse edhe shkolla ka qenë, do të thotë, shtëpia jonë, gjimnazin atë kohë. Fëmijët u duke mi marë vullat, mi qut diku tjetër, mi më shef gjdo natë, do të thotë, para policëve. Po ato gjana me knaci kemi kry se kemi kontribu për njerëzit tanë. Edhe gjithmonë thojshëm që lumt ata që jesin pas luftës gjallë, kanë me u knaqë. Me siguri keni pas edhe rase kur ju kanë humb jetën pacientat gjatë luftës. Po, kemi pas djalin e Axhës, do të thotë burri e ka pas shumë i ri, 21 vjeçar, a e ka lënë këtu fakultetin, bashkë me djalin e kunatit tem, na nuk kemi ditë familja. Kanë shku drejtë në zonat luftës, plus djemë të ri disa prej familjes, plus djalin e tezës, do të thotë që e kanë vranë në Rogovë. Kemi shumë viktimat, kështu që me bë me i përmend, po njeri po emocionohet shumë, po e kanë dhënë gjakun për këtë ditë sot që po e gëzojmë. Dhe ti e betu me majtë këtë profesion, edhe pavarësisht i joti, apo i largët, ti e ke po njajtë gjithmonë pacientit. Kur na kanë rretheku, do të thotë që na qunë për Shqipëri, nuk e kemi dita do të kthehemi ma. Edhe unë jam betu gjithmonë, e kom dashtë këtë profesion, por atje thojsha që kur kthehemi, nëse kthehemi do njëherë në Kosovë, edhe fshisën me madhonën do të fshi, veç të kthehemi në tokat tona. Kur u këthy mandej pat ndryshime këtu në shëndetësi, me njëherë na fillum me punu. Edhe në Prishtinë dul një farloj konkursi për trajnimin e trajnerave në nivel të Kosovës. Në atë konkurs mora pjesë edhe fatbarsisht u përzgjoda, edhe u bëna trajnere për edukimin e vazhdueshëm profesional për infermier. Edhe është shumë
Me knatësi, ke kontribu në ato vite. Po zoni Hanife, para se me dalë të kjo pjesë, po mbes të kjo pjesa e fillimeve të karierës suaj, sepse profesorisha në atyre, po ashtu ka shumë qka për me në thonë. Si kanë qenë fillimet, profesorish, sepse sfidat dalojnë prej asaj kohë me të tashmen. Sfidat ekzistojnë ende, nuk mundemi me i mohu, por dalojnë shumë. E kujtojnë në siguri. Po, me qenë se po flitet për kontributin individual. Unë që kam kalu në kuptimin është se jam mundu me pru fakultetin e infermieris ose shkollën e mesme të infermieris me pru një nivel më lartë, të më thonë të jetë programi universitar, të më thonë akademik. Atë përmendoj që kishte bërë çdo kolegi jemi, po unë për shkak të detyrës që kisha atëherë, masi u kthym, që po thot Hanifja, prej luftës, unë isha në funksion të prodekanit për mësim. Dhe profesor Mazlum Belegu ishte dekan i atëhershëm në atë kohë. Tha, qka u bo, tha, qka me bo, tha, me këto, se gazetarët kishin shku, po më duket. Tha, shko, tha, të natyra, jo, tha, e din. Po. Mirë bol. Rash në të vërtet, më ndej në kontakt me Petritin, i cili ishte ish student i mjekësisë, e kishte pa vetën se është ma kontribus me pas, do më thonë, jo vetëm infermier, po edhe mjek. Dhe mandej ju në shtrum në të vërtet situatave të cilat po ndodhin zakonisht, se filloni një punë, keni mbështetje gjysmake ose të plot, në fund kur fa rezultati. Edhe ajo është frustruese, ajo e shqetëson njeriun që punon si infermier, që dikush mendon se kjo ka ardhur prej zdi prej ka. Po jo, është në Kosovë dhe është prej njerëzve të Kosovës të cilët janë të lumtur, besoj, me atë që në mbrim me e bo, edhe për gjeneratës së parë të studentëve të infermierisë dhe mamive, na kemi një numër të caktum që ka qenë mandej programi, i zhvillum prej profesorëve të Fakultetit të Mjekësisë dhe prej profesorëve të Fakultetit të Mjekësisë të Glasgow Caledonian University. Do më thonë, me Universitetin e Glasgowit, na jemi mundu me i bo këta infermier të çdoditshëm aty, me kuptu se ky bashkëpunim ka rezultate pozitive, individuale, po edhe, do më thonë, të përgjithshme. Unë di për shembull se në vitin e parë janë regjistruar kryesisht infermierë që punonin, ndërsa veç prej vitit të gjeneratës së dytë na kanë ardhur fëmijët prej shkollave të mesme, edhe ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm, kush e din sa vështirë është me përgatit program mësimor, me hap fakultet që s'ke pas kur, edhe me qenë i lumtun se kolegët fillun me ndryshu opinionin për rëndësinë e punës që ka infermieri në çdo ditë. Ballafaqohet edhe si profesor, edhe si po mendoj kryerës i detyrave të ndryshme të cilat në esencë nuk i takojnë eventualisht. Po, e vërtet. Gjithmonë unë synoj për vetën time, atë ja përcjelli edhe studentëve
të mi, se gjithmonë duhet me synu më të mirën, e mandej rezultatet ju shpërblejnë. Rezultatet ju shpërblejnë, jo do më thonë opinioni i cili do, po rezultati që ka rjedhë si rezultat, do më thonë i punës së përditshme, po në nivel më të lartë. Për shembull, Hanifja është mami, ajo, infermiere e përgjithshme. Mandej kom kry fakultet, pastaj master. Shumë mirë. Gjitha këto mas luftës. Gjitha këto masi në ka bo, do më thonë, në Universitet, Senati i Universitetit të Prishtinës, ka shpall konkurs, pastaj edhe ka hap një direkt të re, një fakultet të ri që kur nuk kemi pas. Dhe besoj që është një krenari, sepse ke kontribu shumë në këtë ngritje të rolit. Është në vërtet, po se kisha pyetje të lloj-llojshme. Po nuk, unë si person synoj gjithmonë me forcu bashkëpunimin, edhe mirë kishte me qenë me harru atë para falenderimin unë. Jo, na. Na bashkë. Na bashkë. Mire tha dhe zonja Anife, tha na, në kone luftës, unë me doktorin, na, dhe me thonë shumë e mirë kur meritat janë të grupit. Gjithmonë kemi pas bashkëpunime, me të vërtet, por për fakultetin s'kam qka flasë, doktoresha natyre ka qenë kontribuse shumë e madhe që e ka përkrah shumë infermjerin përgjithsi e sidomos në fakultet ka dhënë kontribut shumë të madhë. Po edhe na ja kemi pa hajrin madhe të gjithë, sepse unë pasi kom fillu me trajnime, mandej kam qenë mentor klinik i studentëve të fakulteteve. Edhe do të thotë prej kur është hapë fakulteti, unë çdo herë, gjitha fakultetet në Kosovë, kam qenë mentor i tyne edhe jam e licencuar si mësimdhënës klinik për kujdesin parësor shëndetësor. Po, zonja Anife, infermieria klinike, a infermieria akademike të ka japë ma shumë adrenalinë, emocion? Po tash ti, adin, se dalojnë. Në përgjithësi, infermieria është një, gjithmonë edhe studentat kur vinë ju thamë si kur skulptori. Kur e ban një skulptur, më varët se si e punon. Nëse e punon mirë, gjithë kanë me falenderu dhe me thonë sa e bukur. Po nëse nuk punohet mirë, ju e din edhe vetë, ka mjek e mjek, po dikush ka zonë ma tepër, dikush ka, do të thotë ma... Disa janë ma modest. Ma modest. Doktoresha shumë modeste nuk pi tregon vlerat e veta, sa shumë kontribute ka dhonë për shembull. Por na që i dim, me të vërtet, edhe mas luftës na kur kemi ndëgju që janë hapë fakultetet, ku ka fakultet për infermieri, se vishin ndërkombëtar, na majshin trajnime, edhe thoshin, une jam infermiere e qësh thoshin e licencuar. E licencuar. Aha, pse kanë qenë me shkollë të mesme dhe... Jo, me fakultet ato. Edhe tash na thoshin, po edhe na infermiere, na atëri shumë, do të thotë mas luftës me të mesme. Po fatbarësisht me iniciativën e njerëzve të cilët ja dojnë të mirën këtij vendit, mesin e para ndërta është doktoresha, na ja pam hajrin, përfundum fakultete, pavarësisht moshës që jemi nana, për shembull, që kemi pas edhe familje dhe gjitha, po kur e kemi kry fakultetin, me të vërtet, po e sheh vetën që je një nivel pak më ndryshe. Edhe pse infermierët janë edhe me të mesme, edhe me fakultet, me të vërtet i kryjnë punën e vetë, me ndërgjegje, edhe janë shumë, për para për shembull që thatë ju para luftës edhe mas luftës, para luftës të kanë caktuar në një vend me punu, edhe desa ke dalë pension të s'ke lëvizma. Ndërsa pas luftës, me trajnime të ndryshme, na kemi pa që duhet në cikël me shku, me qenë shumë profesionale, jo veç tash në një vend. Kemi pas nga kolege që ka dalë në pension s'ka ditë me dhënë një injekcion, ndoshta, se se kanë qua atje ku i për injekcionet. Por veç në sportel, do të thot një punë të kotë, tash ka ndryshu. Tash një infermiere avancohet aqë shumë sa që kur kanë mujtë me dhënë këshilla infermierët, kanë qenë përshkrueset të recetave. Tash ti japin këshilla, varësisht prej gjendjes shëndetësore të pacientit. Për shembull,
këtë trajnimin e trajnerve që e kemi pas kry na jemi trajnu që për shëndetin e pacientëve prej momentit lindjes deri në një vdekje dinitoze, do thot një pleqni qetë, me u kujdes në gjitha fazat e jetës. Para luftës, na nuk i kemi kry këto, e kemi kry shkollën me shenime, mjekët kanë ligjeru, na kemi marrë shenime, aqë sa kemi mujtë me mësu qaqë. Mas luftës, s'ka marrë shenime. Kemi pas, do të thot, ligjerata, praktik. Gjdo ligjerat, pastaj praktika. Para se me hy këtu, folëm me doktoreshën, gjdo gjanë që ne e spjegojmë para studentav, të nesërmen kemi me i qu në klinik, me pa. Qka kemi spjegu? Kjo është ma e mirë, unë e thashë dhe... Kjo është, mandej edhe mësimi mirët ma mirë, por është e përzime praktika edhe... E thashë dresa e kisha tëftuar dekanën Besartën, thashë që kolegja e mërërë se do mos e ka mundësu këta që të rinë që studiojnë infermjerin, ta kenë praktikën, sepse pa praktik, këtë ti merë notat mira në literaturë. Ate është, po më ndaj, një postulat që tregon në të vërtet kur u kryn ligjeratat e vitit të parë, unë e disha programin se kisha punu në program bashkë me të tjertë, dhe kisha bo mramje në shtëpi orarin e praktikave. Edhe kër në mëngjeze erdhëm në institutin ku është e lokalizume dhe infermeria, tha qka është kjo profesoresh? Kjo është tash ju 6 që të emnat e juj, shkoni në kirurgji për programin se kirurgjin e keni ndëgju, tash këtu pjesën praktike që duheni me kalu, edhe mi marë në nshkrimet, pa në nshkrime këthyse se kam pas flet me datat caktume. Ende i kanë. I kanë, sigurisht se i kam detyru me i rujt që ma vonë, këta u gzunë dhe me tash shenë kjo dikund në një dollapë dhe s'ka. Jo, thash, pa e bo këte edhe pa e kry praktikën e kirurgjisë, 6 vetë vinë ato që kanë me neurologji, me pediatri, i kanë do më thonë praktikat me orar të caktum, edhe nuk ishin shumë të gëzumë studentat, muj me ju thonë, po unë gjatë shumë kam punu me student, kështu që paka shumë e di edhe reakcionin në rastet të caktume, se nuk duhet me të madhe jonë para se me dhanë atë detyr të shojmë si kanë me e ba atë praktik. Sepse praktika e studentve monitoroj 2 fish. Një që ishte teorie plot, e praktika teorike po ashtu e infermjerët e kishin. Kështu që shumë shpejt në të vërtet studentët fillun me kuptu qka është qka, si po shkon, edhe ndryshoj qasja, ndryshoj mendimi për, do me thonë, rolin e infermjerisë në kuptimin e ofrimit të rezultateve konkrete që edhe vetë studentët fillun me pa. Për arsye se në fillim e kanë nënshkrua dhe kush o kërkujt. Kanë ardhë, mirë, tash e keni praktikën në institut. Na atëherë s'kemi pas modelet e tashme që i ka Hajmereri, i ka edhe fakultetet tjera të universitetit tonë që kanë hap programe, po mëndoj kanë mundësu që studentët që kanë synim me shkuma për para, duhen pa tjetër, dhe më thonë me kry fakultetin e infermjerisë, në nivelin bachelor, e pastaj
kush dënë, nuk është si obligative. Aja e ka, dhe më thonë, nivelin e tretë të akademik, edhe studentët të cilët e kanë kapë ma letë, qka në të vërtet duhet me bo, si me i përdor ato pletat e prezencës së praktikës, kanë përfitu, po edhe studentët cilët ndoshta nuk kanë pas vullnet, ose ju ka mungu ambicia, ose ju kanë qenë të friksum në të vërtet, nëse nuk e japë këtë provim që ka bot me mu. Ajo është e natyrshme, po kur ka dale bisedoni me studentët tonë janë mjaft mirë të informuar çka po ndodh në Kosovë. Nuk e di si, po edhe para luftës, edhe para luftës, ekziston një pyetje shumë thelbësore, pse qaq shumë doktora kanë qef me u marrë me politikë? E pse? E mandej as se bojnë njënën mirë, as tjetrën mirë. Po si duket për shkak të formës se si bëhet puna me politikë në Kosovë. Aty jemi ose ndoshta profesorish mos dojnë me ndryshu diçka më mirë për shëndetësi, edhe tani mesin që mos tim ka për tema politike, mos ta... Nuk e kam atë qëllim të më puna. Por unë po du me të pytë, sepse është shumë e rëndësishme, ju keni kontribu ka gjatë, keni një rol ka të rëndësishme në ngritjen e rolit të infermierëve, duke ju falendëruar juve ides, kontributit, punës së madhe që keni bërë në atë kohë, infermierët sot edhe respektohen më shumë. Unë e thashë edhe në fillim të emisionit që janë heroj të heshtur, punojnë shumë, por nuk vlerësohen atë sa punojnë. As nga vetë mjekët, as nga vetë stafi mjekësor. A mendon tash po flas për kohën e tanishme, a mendon që roli i infermierit tash respektohet më shumë, vlerësohet më shumë? Gjithsesi po. Ka aty që Anifja mundet me vërtetu, sepse është infermieri terenit. Unë mundem me mbështet atë pjesën që eshe edhe nga studentët, sepse dalohet. Studentët kanë tjetër peshore. Okej. Edhe ajo peshore e tyne shpesh here po keq përdoret në të vërtet, po mandej po e shohin vetë, po korrigjohen, besoni. Kështu që besoj që ata unë spakut personalisht nuk kom pas asnjëherë vrejtje në sjelljen e studentëve. Po. E din çka dojnë. Unë njihem si një profesoreshe cila ka pas kritere, edhe rregulla. Ato kritere pak më vështirë i kanë përqafu, e mandej vete kanë pa. Anifja e din cilët prej studentëve janë veç tash me studimet PhD, do më thonë studimet e doktoratës, në fushën e infermierisë. Para 20 vjetë me i pason dikujt këto, kishon që jam une pak si heret në këto punë, po që kjo është... Unë mena që ja ke dalë, profesorish, se këto kritere, këto regula, këto ambicje tuajat e kanë pru në një dimenzion tjetër infermierin. Për studentët, se krejt këta që i keni intervistuar, do t'i intervistoni edhe keni me mesi, unë e di që gazetaria e jonë është shumë brapa sa që ka duhet me bo, po me gjithate duhet me bashkëpunu. Po, e vërtet, është si në çdo profesion tjetër, si çdo profesion. Me kohë që këta studentët tash është dekane ushtruese, do më thonë, është dekan në të vërtet, para përfundimit të studimeve të doktoraturës, e kemi të tjerë. Të shumët. Për shembull, Naimja është një prej të parave, e cila e ka kuptu mesazhin që unë çdo ligjërat kur kom hyrë me
studentat e infermierisë, kam përveç këshillave të ndryshme që kërkojshin shpjegime s'diçka, ju kom thanë regjistroni nëse nuk e keni të regjistruar ose nuk dini, ose anglishtën që është gjuhë ndërkombëtare, ose gjermanishtën që vlen për tregun gjermanofols. Po. Dhe që janë mundësi shumë të mëdhaja. Aty kam pa, kur kanë shku jashtë dhe në universitetet e tjera, kam pas mentorë krejt, sa në të vërtet duhet shumë me punu njësoj, si për fakultet mjekësi, si për infermieri. Do doja, sepse ju kemi ofru edhe fundit të bisedës, dhe unë me shumë kënaqësi ju kisha pas prapë në emision, sepse unë në fakt kur e mora vesh dhe t'ju kem, ma shumë u emocionova edhe si individ, sepse personat si ju që kanë kontribu gjatë në gjenerata, është me të vërtet emocion me intervistu, sepse nuk din ku mu nalë ma shumë, se çdo gjë është e rëndësishme. Pa tjetër që çdo pjesë e karrierës, qoftë para luftës, qoftë luftës që ndave, për neve që ndëgjojmë, për ata që kanë pas fatin me kalu në për duart tuaja, është me të vërtet emocion. Por tregom, zonja Hanife, si e shet ti infermierin tani, sepse je pjesë dëshmitare e shumë viteve në tranzicion. A mendon që vlerësohet roli infermierisë më shumë tani? S'po thëmë që s'ka sfida, sepse është e pamundur. Çdo profesion ka sfida. Jo veç mjekësia në përgjithësi. Edhe infermieria ka pas sfida shumë të mëdha dhe ka me pas edhe në të ardhmen, se unë jam edhe koordinatore për vizitat në shtëpi dhe vazhdoj të punoj edhe pas pensionit, edhe maj trajnime për vizitat në shtëpi. Po me gjitha ato, vlerësohet. Besoni, pacienti shumë mirë e kupton kush e donë profesionin edhe kush është aty për pacientin. Në pamje të parë, komunikimi i parë me pacientin, me njëherë do të thotë pacientit vlerëson. Në komunikim. Se, për shembull, nëse një pacientit na nuk ja sqarojmë ato që ai dëshiron, ai hek dorë edhe largohet prej teje. Shumë e vërtetë. Me njëherë shkon te dera tjetër e te kolegja tjetër. Po, shumë e vërtetë. Por duhet me bën edhe ma tepër e ma tepër. Që thatë ju për sfidat, edhe doktoresha tha, na se kemi andru që do të kemi fakultet, do të kryjmë master, do të jemi profesorat fakulteteve. Para mendoni infermierja tash për shembull ligjeron në për fakultetet ndryshme, sepse ka fitu titullin edhe s'ka nevoj. Unë e përmena edhe në fillim që jam në odën e infermierëve, kryetare e Komisionit për edukimin e vazhdueshëm profesional. Edhe aty çdo program akreditohet. Nëse nuk akreditohet, atëherë nuk do të mahet. Sepse infermierët përpara e kanë kryer shkollën edhe me kaq. Tashti edhe kur përfundojnë fakultetin, edhe kur e japin provimin e licencës, 5 vite tashme, do të thotë çdo 5 vjet ata duhet patjetër të rilicencohen. Për mu rilicencu duhet me shku me ndjek trajnime të ndryshme, me u avancu edhe ma tepër. Kjo s'ka ndodhur përpara. Tashti infermierët... Ma e letë tash për infermierët. Ma e letë, sepse mund të avancohen edhe drejt për drejti, do të thotë edhe fizikisht, po dhe online. Ka metoda shumë ma të mira edhe shumë ma të leta për mu avancu, nëse dojnë. Pa tjetër që nëse dojnë dhe e kanë ambicjen edhe marrin përsi për atë rolin edhe misionin. Profesoresh, e di që jemi në fund dhe pa tjetër që nuk du me të la me dalë për studius pa ju drejtu infermierëve e infermierëve të ri të cilët kanë vendosë me studiu, sepse jemi në vitin kur matura po përfundan në muajt edhe janë duke vendosë për profesionin. Përveç që t'ju themi që ta studioni infermierin në kolegjin Hajmerer, cili është mesazhi për ta, pse duhet me zgjedhë infermierin, profesoresh? Pse, kjo është pyetje retorike, pse jo? Po, pse po, tregon ti mu? Për arsye se është një fushë shumë e rëndësishme e jetës së njeriut, që i nështrohet prej fillimit të lindjes deri në përfundim. Dhe infermierët kanë fillu me kuptu shumë ma heret se populata, po unë përshpresoj se dikun do të takohen dhe kanë me qenë bashkë dorë për dorë në AIK, është dhe OIK. Oda e infermierëve të Kosovës. Vlejnë të gjitha regula edhe ligje
që mbështesin, do më thonë, zhvillimin e edukimit e lartë universitar dhe duhet të mundohemi të ndihmojmë këta që kanë ardhur dhe janë në fazën përfundimtare të përkushtimit të studimeve në vazhdim. Do më thonë se është shumë e rëndësi që e kemi kry studimet e doktoratit edhe u kry mo. Jo, nuk kryet, pa tjetër duhet me ndru mendsinë tonë mas pari. E studentët janë pala e cila në fazën në të cilën janë nuk pytet fort këtu të na, që nuk është mirë, është shumë ma tepër me ju dhonë impulse pozitive të një zhvillimit të zellshëm të infermierisë dhe këte përveç institucioneve të tjera, ju si institucion informativ, do më thonë si deg në cilën ju takon me qenë, do të ndihmoni dhe do t'i shtyni pak në këto zhvillimet tash shumë të ndryshme që po i kemi e të begatshme. Fatmirësisht. Zonjanive, për fund, që ju kështë thonë studentëve të cilët sa po vendosin me zgjedhë infermierin si profesion të jetës? Unë, porosja ime kishte me qenë nëse e donë këtë profesion, atëherë me të vërtet do të zgjedhin. Për vete kisha me thonë që edhe njëherë po të kisha lintë, unë prapë do të zgjidhja profesionin e infermierisë, sepse familiarizohesh me pacientat. Zdo të thot pacienta, po disa janë edhe klientat të cilët me një këshill krejtësisht vogël, unë mi ndryshu shëndeti i tyre. Këshillat janë shumë të vlefshme. Pra nëse ata përfundojnë fakultetin, edhe vazhdojnë mandej, i ndjekin risit, i ndjekin edhe trajnimet, akreditohen, do të thotë, licencohen, se për para luftës ju thatë ndryshimi, kush ka lyp licencat e, veç diplomën, po pas luftës, nëse nuk je i licencum, së mundesh as me punu. Po edhe në pension kur del, nëse nuk e ke licencën, nuk mundesh as një ndihmë ja dhon pacientit. Shumë e vërtet. Sepse çdo gjë kontrollohet prej odës së infermierëve të Kosovës. Unë ju kisha thonë zgjedhni edhe vazhdoni fakultetin e infermierisë, sepse do t'i keni dyert e hapura kudo që shkoni. Infermierët janë, thatë edhe ju vetë, engjujt e padukshëm. Puna e tyre nuk duket, por rezultati ma vën shifet. Absolutisht. Profesorishën, po du me demantu një fakt që gjithmonë në popullin tonë themi janë kolegje private është letë me kry fakultetin. Qash kritere rigoroze ka pas profesorish, asa që nuk është letë me kry, po është profesionalisht del i pregaditun, i gatshëm për punë, dhe duhesh me uni me fat, me qenë student apo studente e profesorishës natyrë. Sepse këto duhet me demantu. Po nejse, në penzion po kontribuat të jytë vazhdojnë me qenë aty. Falenderit shumë, profesorish. Unë, po ashtu, ju falenderoj juve që keni patë si të arsyeshme me diskutu diçka që i takon sistemit shëndetësor ton, e që s'po na pëlqen qysh po zhvillohet, e vazhdimisht po na kritikojnë, kanë të drejtë në shumicën e rasteve. Në disa. Kishte qenë mirë me pas në disa, po unë po shpresoj se vetdia e rëndësisë edukimit të vazhdueshëm shëndetësor është të ndryshu, sikur që u ndryshu vetdia e kolegëve të mi, edhe nuk sillen tash as përafërsisht në mënyrë arrogante që janë sjell përpara. Ka ndryshu etika e punës, po e reagimi i madh, po tash tash e kanë dihet se e kanë fakultetin, janë kriteret të cilat mundsojnë akreditimin e tyre, atë e bëjnë të gjithë ma pak ose me ma shumë sukses. Kolegji Hajmerer është një prej prisve të synimeve që i kemi qitë për para opinionit, dhe unë shpresoj se stafi i cili po mbështetet shumë nga kolegji Hajmerer në fund ka me përfitu.
Absolutisht që po, sepse unë para se të vinit në studio thash që përveç që përfiton studime profesionale, inovative, me teknologjinë më të fundit, me përdecimet më të fundit, është edhe sigurimi i punës që bëhet nga vetë kolegjit, që ma shumë se 95% e studentave rahatohen me punë, ta themi me njerë pas studimeve, dhe kjo është ajo që ka dojmë na kur studiojmë me pas një vend punës. Unë pata shumë knatësin që u pata të dyjave në studio, edhe me folë për juve, gjithmonë është knatësimi u pas prap me shumë dashamirësi ju pres, edhe me folë për kontributin e juj, jo vetëm në javën e infermierisë, por në çdo ditë të vitit, sepse ajo është aq i gjatë dhe aq i bujshëm. Është i gjatë. Unë deshtave që dhe qjauroj mamive ditën dhe kombëtare, me 9 maj që kanë, edhe infermierve 12 majnë ditën e infermierisë. Edhe i falenderoj të gjithë infermierët për punën e palodhshme që e bëjnë çdo ditë. Unë falenderoj edhe ty, zonja Hanife, që ishe sot, por edhe për kontributin që ke bërë. Profesorish Natyra pata shumë knatësinë. Faleminderit, unë e mbështes Hanifën plotësisht. E mbështes edhe unë të dyja juve për këtë që ka keni bërë. Kështu që të dashur miq, kemi qenë në një bisedë shumë të këndshme, unë e shijova shumë, por një e shkurt, por nëzorëm disa prej ajkave të karierës e tyre, ku më mirë se njëna prej tyre ka kontribuar shumë që të rritet niveli i infermierisë në Kosovë nga një shkollë mesme në studime akademike, pastaj tjetra që ka kontribuar në kushte të pazakonshme pune, por aty pranë pacientit, e që kanë shumë për të thënë, e që do t'i kemi pa tjetër rëfimet e tyre prap. Profesorisha Natyra Karauda Gjurgjala dhe zonja Hanife Hoxha, që për 25 vite si infermiere ka kontribu dhe vazhdon me kontribu ende. Ne po vazhdojmë me diçka tjetër, do të ndrojmë komplet natyrën e bisedës, do të shkojmë tek rubrika jone magjikeve të vegjël. Kjo rubrikë mundësohet nga shkolla finlandeze. Do ta kemi të ftuar Onar Gjoshin, një matematicien i cili po korr suksese në gara vendore dhe jo vetëm. Për më shumë na ndiqni në bisedën tjetër.